Nata e 30. Reformat që i bëri Muhamedi a.s. Kur të rritesh, oj bija ime, do të lexosh në librat e historisë se si shumë njerëz kanë bërë plane për ta përmirësuar gjendjen e popujve të tyre. Por janë shumë të pakt ata që kanë arritur t'i shohin ato plane të zbatuara. Do me thënë, ka shumë njerëz që kanë ndruar ta përmirësojnë botën, por janë shumë të pakt ata që kanë arritur të i shohin të zbatuara parimet dhe ndërrimet e tyre gjatë jetës së vet. Nga ky grup nuk përjashtohen profetët. Le ta marrim shembull Krishtin. Ai nuk arriti të i shehte pasuesit e vet që t'i përqafonin mësimet e tij. Feja krishtere u përhap në botë pas vdekjes së Krishtit. Muhamedi a.s. është ndër ata profet dhe reformator të rrallë që arriti ta shihte në jetën e tij popullin e vet, të i përqafonte parimet që i predikoi dhe të i shehte me kënaqësi ndryshimet e reformat që sollën mësimet e tij në tërë Arabin e me ndërmjetësinë e arabëve në tërë botën. Është e pamundur, oj bija ime, që në një kohë të shkurtër të t'i tregoj të tëra reformat që solli në popullin e tij dhe të gjitha ndryshimet që bën mësimet që i predikoi Muhamedi a.s. në botën e atëhershme. Po ta bëja një gjë të tillë, do të na duheshin javë të tëra për t'i arritur qëllimit. Unë do të flas sonte vetëm për disa më me rëndësi. Arabët, oj Fatime, para Muhamedit a.s. besonin në idhuj. Qabeja, siç e di, ishte qendra e 360 e ca idhujve. Muhamedi a.s. u mësoi atyre se Zoti, krijuesi i botës dhe i çdo gjëje, është një i pashoq, i gjithdijshëm, i plotfuqishëm, i drejtë, i pa fëmijë, pa bir ose pa bi. Zoti i të tërëve, mirëbërës i pashoq, dhurues i pashembull, zotrues i të tëra cilësive të plota, i zhveshur nga çdo emet. E pastroi Qaben nga idhujt dhe e bëri faltore të një Zoti, Zotit të gjithësisë, Zotit të tërë popujve e kombeve. Para Muhamedit a.s. çdo fis e luftonte tjetrin për gjën më të vogël. Plaçkitja ishte modë dhe vepër që lavdërohej. Muhamedi a.s. i ndaloi luftrat ndërmjet tyre dhe i bëri të gjithë besimtarët vëllezër. Prona e secilit prej tyre ishte e shenjtë për tjetrin dhe nuk duhej prekur pa lejen e të Zotit. Fiset i bashkoi në një grup, në një shtet, në vëllazërimin islam, me të drejta të barabarta dhe detyra të njëjta. Luftën u alejoi vetëm për ta mbrojtur lirinë. Paqen e bëri gjendje të preferuar, e me fjalën paqe, selam, i urdhroi të përshëndetnin njëri tjetrin. I varfëri dhe i dobëti merreshin nëpër këmbë e shtypeshin nga i pasuri dhe i forti. Muhamedi a.s. e bëri të pasurin që ta donte të varfrin dhe të përpiqej për përmirësimin e gjendjes së tij. Jo vetëm që porositi ta ndihmonte në çdo rast, por e ngarkoi që të jap 2.5% nga pasuria e tij për përmirësimin e gjendjes së të varfërit. E urdhëroi që kjo shumë të përdorej jo vetëm për të mirën e të varfërve musliman, por për të ndihmuar çdo të varfër të çfarëdo feje. Gruaja, oj bija ime, në çdo fazë të jetës së saj përdorej si një plaçke pa vlerë. Shumë prej vajzave të porsalindura varroseshin të gjalla nga frika e varfërisë. E ndaloi këtë zakon të shëmtuar, duke thënë se Zoti që u adhuroi jetën ka për të i ushqyer. Profeti mësoi se gruaja ka të njëjta të drejta sikundër burri. Gruaja keq përdorej edhe si bashkëshorte. Muhamedi a.s. na porositi që të sillemi mirë me to, duke na thënë:
Më i miri nga ju është ai që sillet më mirë me gruan e tij. E për femrën si nën ka urdhëruar e ka thënë: Xheneti është nën këmbët e nënave. Do të thënë, për të fituar xhenetin, duhet ta duam nënën dhe të fitojmë kënaqësinë e saj. Gruas që ishte si plaçk, i dha të drejtë të trashëgonte pasurinë si bi, bashkëshorte ose nën. Me pak fjalë, gruan e ngriti nga grada më e ulët në gradën më të lartë. I dha të drejta që dhe sot e kësaj dite gruaja nuk i gëzon në shumë ligje moderne. Jetimet përdoreshin shumë keq, pasuria e tyre shpenzohej në gjëra të kota. Muhamedi a.s. i kërcënoi keqpërdoruesit e pasurive të jetimve me dënime të mëdha në jetën tjetër dhe u premtoi shpërblime të mëdha atyre që kujdeseshin për jetimet. Në një rast urdhëroi e tha: Unë dhe ai që kujdeset për të ndihmuar jetimet, do të jemi së bashku në xhenet si këta dy gishta, dhe bëri shenjë me dy gishta të ngjitur të dorës. Pirja e alkoolit ishte aq e përhapur në Arabi sa pihej 3-4 herë në ditë. Vera pothuajse e zinte vendin e ujit. Muhamedi a.s. arriti ta ndalonte krejtësisht alkoolin. Me një urdhër e zhduku këtë sëmundje të ligë të shoqërisë njerëzore. Dhe sot e kësaj dite, muslimanët e vërtet nuk e pinë fare. Muhamedi a.s. oj bija ime, mundi të bënte para 14 shekujve atë që nuk e bën ligjet moderne për gjatë shekujve. U bën ligje për të ndaluar alkoolin, por dështuan, dërsa Muhamedi a.s. me fuqinë e ligjeve hyjnore i arriti qëllimet. Para Muhamedit, Arabia ishte e kredhur në pellgun e paditurisë. Ai i frymëzoi muslimanët me dëshirë të pashterur për dituri, duke u thënë: Mësimi është detyrë domosdoshme për çdo musliman e muslimane. Kërkimin e diturisë e bëri detyrë për çdo besimtar, qoftë mashkull, qoftë femër. Të shtyr nga këto porosi dhe shumë të tjera, oj bija ime, muslimanët studiuan pothuajse të gjitha dituritë e kohëve të tyre dhe u bën mësues të botës së atëhershme në të gjithë lumenjtë e shkencës dhe të kulturës. Kur të rritesh, oj Fatime, të mësosh se shumë degë të shkencave që kanë arritur kulmin në shekullin e sotëm janë shpikur ose janë zhvilluar nga muslimanët e shekujve të kaluar. Sa kohë, oj bija ime, që muslimanët vepronin sipas porosive dhe predikimeve të Muhamedit, paqja e Zotit qoftë mbi të, ata ishin zotrin. Kur filluan të i lënë pas dore mësimet islame e këshillat e profetit, humbën dhe u bën shërbëtor të tjerëve. Zhvillimi i muslimanëve sot e gjithë ditën varet në mësimet e profetit. شوق فاق المدى عيني ترجو أن ترى